Lavdi dhe falëndrimi është për Allahun fuqiplot, I cili është Zoti I vetëm, të cilin ne e adhurojmë edhe të vetmin që besojmë. Salavatet dhe selamet e dërgojmë pejgamberit fundit Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve dhe gjithë besimtarëve që e pasojnë ndjekin rrugët dhe mësimet e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahu I lartësuar na këshillon në Kur'an me fjalën e tij: "O ju besimtar, keni frikë dhe respekt për Zotin, ashtu si I takon atij, edhe asesi mos vdisni ndryshe vetëse me iman." Të nderuar vëllezër, patyshim se hutbja e fundit e Ramazanit nuk ka ndryshe çka më fol për ta vetëse një lloj lamtumire për këtë muaj të bekuar, I cili na shoqëroi tash 28 ditë neve, pra një muaj, I cili ishte një shans e mirë për ta shfrytzuar dhe për ta adhuruar Allahun Azza wa Jall në mënyrë ekstra, por fillimisht dua të rikujtoj veten, po ashtu edhe juve, me faktin se e manin men para Ramazanit ose në hutbën e parë kur e kemi përmend na dhe hoxhallar tjerë, kush ka qenë xhamia tjera, fjalën e Allahut që ka thënë ayyaman ma'dudat, këto janë ditë numëruara. Qështu të dashur vëllezër, sikur se shkoi ky muaj, shkon edhe viti. Bashkë me ta shkon edhe ymri jon. Edhe qështu që jemi sot, po ndjehemi pak si fajtor në vetvete, po na vjen pak marrë pi vetes tonë kur po I kujtojmë mangësitë, edhe kur po I kujtojmë shansat të cilat kena pas mundësi me shfrytzu më shumë, kështu do të bëhemi pishman edhe në ditë kiametit. Edhe pse pishmanllëku I sotëm mund të përmirësohet akoma, sepse tek e fundit s'kemi vdek. Inshallah mrim Ramazana tjerë. Po ashtu, inshallah bëjmë ibadet Allahun edhe mas Ramazanit. Por ja qysh po bëhet njeri pishman, edhe po I shkojnë ditët që ashtu bëhet pishman kur t'i shkon jeta. Dhe në momentin që shkon jeta, nuk kthehet më mrapa. Secili prej neve ndjen boshllëk, ndjen një lloj mallëngjimi, një lloj fajsie. Pse o Zot, subhanallahu, smujta me boj ibadet Allahun hala më shumë. Por ka marrë një ditë që ky pishmanllëk ka më kon I padobishëm. Allahu Gjeleshanuhu e ka përmend në Kur'an disa vende se si banorët e varrezave, subhanallahu, ndrojnë më kthy edhe një herë në këtë botë, Rabbi rji'un, o Zot më kthe edhe një herë, që të bëj vepra të mira edhe të jap sadaka. Por Allahu Gjeleshanuhu atyre që kanë merituar xhehenamin ju thot asesi, sepse kjo është vetëm një fjalë koti, një fjalë e pavlefshme, sepse ju edhe po të ktheheshin në këtë botë, prap në të njëjtën loj, prap në të njëjtin mentalitet do të ishit. Subhanallah, kjo kritika Allahu Gjeleshanu për banorët e xhehenamit pjesërisht vlen edhe për neve në këtë botë, sepse sa për neve, kur vjen funi Ramazanit thëmë, subhanallah, s'mujta me shfrytzu si vjetë sa duhet. Ama në mot, nëse jam gjallë, ati që ka me ba. Kur vjen moti njëjtë, kështu Allahu ka të rejkë vrejtën, ka thonë, badjava, ai cili nuk I përvjel kret, ai cili nuk e ka kuptuar rëndësinë e një adhurimi, nuk e ka kuptuar rëndësinë e kohës edhe shfrytëzimit saj, ai qështu ka me kalu edhe nëse jipën edhe 100 Ramazana tjerë. Të ndërru vëllazër, shfrytëzimi gjëja më mirë që Allah, apo shansa më mirë që e besimtarëve është Ramazani, në rana vitit. Netët më të mira, më të vlefshme janë net, apo 10 net të fundit Ramazanit. Mbrana këtyne 10 netëve është nata e Kadrit, që veç Allahu e di cila është. Por edhe nëse ndjehemi pishman, edhe duhet të ndjehemi pishman, se sado që ti edhe unë kena mujt me bëj ibadete, sado prap ne jemi mangur nga ajo që kërkohet, apo nga ajo që ne duhet me synu. Domethënë asesi nuk bën me kanë I kënaqur me thonë mirë jam. Po mirë jam krahasim ato I cili sa kërkon. Ama nuk jam mirë në krahasim ç'është duhet më kanë, sepse shancat, mundësiat, edhe shpërblimet janë çast mëdha sa kënaqet me pak veç ai që ka demel. Kënaqet me pak veç ai I cili se ka kuptuar vlerën e këtyre ibadeteve. Por gjithsesi, tash ka fundi, çka këshillojmë? Këshillojmë me disa gjëra. E para, dhënia sadaqatul fitrit. Pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka treguar se agjërimi, është qëndroni I vjerrur apo I varën mes tokës edhe qiellit, nuk mrin te Allahu Gjeleshanuhu, ç'është duhet, përderisa nuk hipën vitrat. Po flas në gjuhën që na kuptojmë ma lehtë. Përderisa nuk hipën vitrat, atëherë mbetet mes tokës edhe qiellit. Pse nuk shkon deri te Allahu?
sepse veprat e mira ngritën te Zoti, për arsye se na kena mu gjatë këtyne ditëve me bën ai gabim në fjalë pa hishme, në veprim pa jo të mirë, atëherë kjo na dobëson neve agjërimin. Dhe fuqia për mu ngrit agjërimit të Allahu xhaleshanu nuk është e duhur. Shtypja nuk është e duhur, andaj sadakatul fitri e përmirëson çdo gabim të cilin e kena bën inshallah taala për me shku sadakatul fitri apo agjërimit të Allahu xhaleshanu përmes kësaj sadakaje. Pra kjo është nga aspekti jon çka përfitojmë na pi vitrave, dhe nga aspekti tjetër përfitojnë fukarat ose njerëzit tek të cilët shkon apo të cilët i marrin këto vitra. Pra dy përfitime janë, edhe kërkush nuk humbë, se nuk është shumë e madhe nga një anë, e në anën tjetër përfitojnë të gjitha palët. Ata të cilët janë në gurbet, bën me i dhanë atje, po lejohet që me i qua edhe në vendlindje. Ma mirë është me i qua aty ku ka, mas shumë t'i nevojë, por gjithë së cili me standardet e vendit vetë. E din jonik, e këna përmen, një prej pikave të pike kuqe, zguzan ti me kalu, është me mendu mi bo hile Zotit. Na kemi gurbetxhi që mundohet edhe qëtu mu bo, ta tham një fjalë popullore, s'po muj pa thonë, qyrë mu bo mërë, edhe në vitra. Jetën midis vitrës, edhe han një drejk 20-30 euro dhe vjen jep 3 euro vitrat. Kanë parante. Ti dush mi dhanë me standardet tua me cilat ti jetën që atje për ditë. Ti Zotin suneran, mos u bën marr. A di ku jeti ja dhon Allahu te Zogjel që ta kthen 10 fish, 100 fish, 700 fish pa hesab. Apo mendon që po të dobëson Zoti? Apo mendon që po të bën fukara Zoti pse pia vitrat? Mos o insan. Kemi dhënë pikë kuqe është kufin, nuk guxon me te kalu hile mi bo Zotit. Si bëhet Allahit hile? Jepe me standardet tua se nuk ka palesa. 10 veta nëse je kemi dhënë 100 franka, kemi dhënë ose 100 euro. Për vetje të dhënë. Këtë ty ka me të kthy. Na mytën pyetjet. Hoxha, a me dhënë me standardet këtu që ata tjeshit. Jo me të Bangladeshit jepe. Jeton në Zvicër atje ose në Gjermani dhe me të Bangladeshit jepe. Pak du të me të marrë për Allahut Azza wa Jall. Andaj mos i neglizhoni vitrat. Jepni edhe për fëmijët të cilët janë barkun e nanës vet. Ai që është i gjallë në barkun e nanës vet, por edhe nëse akoma nuk i ka hyrë shpirti, jep be. Se di pse vet ka prit palesa kohë me pas një fëmijë inshallah taala ka një gzim në shpirtë që e pret një foshnjë. Hoxha se di ja ka hyrë, o jepi besës zbot kur gjë mi dhon. Po mdoket si ka hyrë, o jepe. Sadak më rashto musliman, nuk të hub kur gjë. Zeqatin s'pët ja me dhon 200 euro, 210 euro, po jepe 220 euro. Zbot në omi apet. Kur s'ta hub Zoti. Prandaj kjo është një prej pikave të rëndësishme tash. E dyta të dashur vëllezër, i kemi në disponim edhe sotën edhe nesërn me ibadete me pendim, me përmirësim. Nuk dihet nashta nata 29 është nata e Kadrit. Na nuk e kemi të prej me 27-ën paqare. Nuk e kemi. Prandaj nuk dihet, mos të dërzohemi bashkë tash në fund. Kemi mundësi të spaku se na ka diçka mango me kërkim pendim, kërkim falje. Prej veprave po ashtu më të mira është që mundohuni Zotit mi hyn hatër tash në fund. Mos thujat mashtrimin e shejtanit. Ti 27 të ditë s'ke bërë që tash po dush. Na është. S'ka lidhje. S'ka lidhje. Njeri vazhdon thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke bërë vepra të këqija. Në fund, bëhet i sinqert me Allahun azh nuk dihet Zoti ja falë që në xhenet. Kjo nuk është për me të nxit ty me bërë vepra të këqija tani jetën. Ama ti derën e pendimit të derën Allahit e ki qel deri në momentin e fundit. Prandaj mos u mashtroni thoni ja, shku 27 ditë, tashmë jo. Mos u dorëzo deri në fund. Gjë e rëndësishme tjetër është kërkoni falje të Allahut për mangësitë. Kret ibadetet preferohet që në fund kur të kryhet ibadete me kërku falje për mangësitë. Edhe në namaz, kur t'japim selam, duhet me thonë tërë astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pastaj me thonë Allahumma anta selam wa minka selam. Pse ja Rasulullah thot mangësitë të cilat i ke pas namaz, Allahu xhaleshanu me të përmirësuar me kërkim falje. Për këtë mangësitë që kena pas në Ramazan, kërkoni pendim të Allahut në fund. O Zot thoni, e di që jam i mangët. E di që s'ta kam dhënë hakin, ti meriton shumë më tepër. Por o Zot ti e din sinqeritetin tam nga njëra anë, se kum bë me hile me ty, dhe nga ana tjetër e di se unë jam njeri i dopt. Çto o Zot jam i dopt.
ama e pranoj që jam gabimtar, e pranoj që jam i mangët. Nuk iki prej teje, as nuk du me të bën lajke edhe hile. Pe pranoj o Zot, ku marrë të dera jote e pendimit, mi përmirëso këtë mangësi që i kom pas gjatë ti muje. Vllazni, çdo natë Allahu xhaleshanuhu liron robër prej xhehenamit që kanë sigur xhehenamin, i çon për xhenet në Ramazan çdo natë. Në natën e fundit, e cila është, domethënë nëse qyrim si natë është sot, nëse themi se 29 ditë i ka Ramazani. E nëse qyrim si ditë, domethënë nesër me perëndim të diellit. Aman bëni pendim të sinqert se ndoshta Allahu xhaleshanu me bë me na shkru, me na liru, se na nuk e dim, na duhet të akuzojmë veten. Mos themi na jemi burra të mirë. Ne jemi musliman, mundohemi më konë sinqert, por jemi të mangët në ibadete. O Zot, na bën prej atyne që kemi na shkruan listën atyne që i fal në këto 2 net bile që kanë met të Ramazanit. Pa dash me zgat vllazni. Merrni mësim një gjë. Qështu që shkoj Ramazani, shkon edhe ymre. E ju e dini vetë se prej pandemis shkuan sa vite? 5 vite. Po prej luftës edhe disa muj bën 26 vite. Dikush 26 vite si ka pas para luftës. Por dikush pitash pala i ka 26 tjera mas. E shifni sa shpejt që kanë jeta. E sa se cili le ta këshyr, unë jam i bindën se cili për juve mas paku 3 akraba familjar i ka që vjetë jenë konë në Ramazan si vjetës janë. Spaku 3, se cili mundet mi numru të akrabat e vetë. A thu, në matë, në mesën e qyne 3-ve që s'kanë më konë gjallë, më konë edhe na. A dhe një kur rinë faqe bardë, kur rinë që shduhet musliman hakikat, atër kur e me ndanë vdekjen gjdo ditë. Atër kur me Allah unë i nëreq punët gjdo haksham. Me Zotin i përmirëson raportet gjdo sabah. Duke ditë se nesër bohanki nuk e më rinë. Prandaj, të shfrytëzojmë gjdo sekund tjetës, sepse vdekja nuk njeh mosh. Sidomos të rritë, kujdes, mos e mashtroni vetën me moshën e jujtë cilën e keni. Sepse vdekja i të nderë që ati që Zoti e ka shkru. E jo ati që na dëshirojmë. Lusë Allah në zhjel që këtë gjumat fundit të ti mujtë bekuar të na i falë mëkatët tona. E ta shfrytëzojmë ditën e sotme, sa të mujmë me ibadet, sepse janë bashku të gjithat mirat. Ditë e gjuma, natë tek, që mundet më konë natë kadri, pashtu fundi Ramazanit, 10 net që me i vlefshëm, sidomos masi që njësë sa të mundën i bani dua të dashur vëllezër, që Allahu t'ju falë, t'ju mëshiroj, edhe të ne i përmisoj raportet tona me Allahun. O Zot na falë, o Zot na uza, ne i përmisoj mangësit të cilët e kemi pas gjatë i muj i karqiteje. O Zot, kur jemi të dabët dhe të mangët, nuk është që ty të kundërshtojmë apo të sfidojmë, por natyra jonë është e dabët, e mundohemi të jemi të sinqert me ty e gjithë më sheshe, më sheplotu. Allah, mos lejo që t'i harrojmë prindrit, akrabat dhe të afërmit që na kanë vdek. Mëshirojnë varët e tyne, qojë selam prej neve në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Zot na i udhëzo dhe vladët në rrugën e drejtë. Na mundso Zot të jetojmë faqebardh, na nxirr para teje me iman, me besnikëri karshiteje. O Zot, çdo gjuna që e kem bën falna me rahmetin tënd. E nëse në botën tjetër na çon xhenet, na çon veç me rahmetin tënd, asesi me punë tona, sepse nuk e meritojmë xhenetin me punë tona, por vetëm me mëshirën tënde. Allah na mëso që të marrim sa më shumë Ramazana. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.